Misht Prizmus. Është kënaqësi që në këtë mjedis mrekullueshëm. Të bësh edhe këto klipet e mia të ngarkuara me politikë. Minimumi ajo ashpërsia e politikës zbutet nga butësia e natyrës. Në fakt përpara kam të gjitha të pjesën e dikushme të listës. Këtu janë ke Blini, përpara është Begjisteni dhe pastaj edhe ajo pedonale, vendet që po rrugullohen, të cilat i shoh duke u punuar pothuaj ditë për ditë. I shoh duke punuar ditë për ditë dhe më vjen mirë që dikur kjo do të mbaroj dhe do dalë një mrekulli për Shkodrën. Por nuk është tema kjo. Temat janë dy. E para tema është në një propozim shumë interesant që bën sens nga deputeti i djathtë demokrat Kliti Hoti dhe pastaj një fjalim i Sebastian Eberding, eurodeputetit gjerman, për mbi flamingot, helikopterët dhe mbrojtjen, i cili praktikisht ka bërë dhe një përshëndetje në Shqip. Shqipëria nuk është në shitje. Do t'i trajtoj të dy problemet. Ku jam dakord dhe ku nuk jam dakord, por qënë si ka. Në një pikë të tillë duhet thënë edhe ajo që sigurisht është në deverdin tonë edhe në projektin tonë për të pas një Shqipëri më të mirë, një Shqipëri më evropiane që themi. Janë bërë zhargone që praktikisht ta mërzisin pak edhe veshin se përsëriten shumë, por gjithsesi duhen thënë. Kthehem tash ke deputeti Hoti. Sigurisht ato dalet e tij për të kërkuar llogari kur bëhen punët në Shkodër, nuk është se përbëjnë ne gjë të madhe, shkelje të madhe, por ngaherë të bezdisin përsa i përket një lloj frenezie për të kapur në gabim. Kur bëhet një punë ka edhe gabime, gjithë e dim, por në Shkodër jemi mërzitur më tepër duke mos u bërë punët. Dhe pikërisht tash kur po bëhen punë, edhe që mund bëhen edhe gabime, deputeti Hoti, cili bëhet deputet së fundit, duke harruar që kush ka qenë më përpara, ka qenë partia e tij, nuk ka bërë asnjë lloj pune. A është përgjegjësi e deputetit Hoti apo nuk është përgjegjësi? Kur është bërë deputeti i Partisë Demokratike, ka marrë përsipër edhe të gjitha fajet dhe marrëzirat që Partia Demokratike ka bërë në Shkodër. Sigurisht bashkë me Partinë Socialiste, po ajo ka qenë pushtet. Është njësoj që kur flasin sot që është pushtetit i Rama, pse kritikoni Sali Berishën. Të dy janë pushtet, sepse kanë pushtetet të ndara, dhe pushteti i opozitës shumë i rëndësishëm, por nuk duhet harruar që Shkodra për 33 vite është komanduar dhe është administruar nga pushteti i partisë që bën pjesë sot deputeti Hoti. Megjithatë, unë nuk do flas për këtë. Do flas për një propozim plot sens që ka bërë ai për makinat elektrike. Sigurisht kishte zbuluar që shtuar në 197% ajo flota e makinave elektrike. Atë që kam bërë një emision para gati 2 muajshun përmi atë mrekullin që po ndodh ke ne, që të kemi aftësinë mirë të makinave elektrike, po makinave me 0 kilometër, sepse sigurisht asgjë nga perëndimi nuk na kishte bërë të mundur që ne të blinim shumë pak shqiptarë. As 0.7% e shqiptarëve mund të blinin makina të reja, të ardhur nga perëndimi. Me futjen e makinave kineze, sigurisht kjo duhet përmendur, por tash edhe evropiane, por sidomos makinave kineze, japoneze, koreane, por sidomos makinave kineze, është rritur në mënyrë eksponenciale dhe blerja e makinave të reja. Dhe sigurisht në atë emision, por dhe emisionet tjera kanë propozuar lehtësira fiskale, mundësira nga më të ndryshmat fiskale për ta stimuluar, sepse ne jemi vend energjetik shumë në progres të jashtëzakonshëm, se e prodhojmë energjinë elektrike nga uji dhe është shtuar në mënyrë, sigurisht në mënyrë të jashtëzakonshme, edhe kjo eksponenciale, energjia e prodhuar nga panelet diellore. Pra kemi të bëjmë me një 80% të prodhimit të energjisë nga uji dhe tash po shkon ke 8% ajo nga rrezet e diellit. Po bëjmë investime nga era, po shkon 90% e energjisë krejtësisht e pastër. Që sjell leverdine e jashtëzakonshme që të kesh makinë elektrike.
sepse energjia është e lirë, ne kemi energjinë e lirë, këtë nuk e përmend as kërkush më të lirë në rajon. Grekët janë më shtret, Kosova është shumë më shtret, Malezi është më shtret, Serbia është më shtret. Ne jemi më të lirët, po kjo është në sajt të prodhimit energjisë në kushte natyrore të jashtëzakonshme. Sigurisht që mund të shohen edhe ato ekologjistët edhe të thonë që hidrocentrale këtu, hidrocentrale që edhe ato prishin punë, por praktikisht hidrocentralet e mëdha, Kaskada dhe shumë element tjerë kanë bërë që të kemi këtë energji të pastër. Pra, do të shosh diku e do kapësh diku. Në këto kushte, deputeti Hoti, duke qenë deputeti djathtë, bën sens në propozimin e tij, mund të themi të majtë. Ju propozon një deputeti djathtë, një ide dhe alternativë jashtëzakonisht mirë të majtë, deputetëve të majtë, socialistëve, dhe i bën thirrje që votojeni. Kush është koncepti? Lehtësimi për makinat elektrike, parkimet pa pagesë, taksat e ulura dhe kursia preferenciale e tyre lejohen të shkojnë në kursinë e autobusave. Ka kapur disa elementë, cilët sigurisht përdoren dhe në botë, kanë lehtësira, po kryesisht janë lehtësirat fiskale, janë bonuse që duhet të marrin. Unë kam propozuar që në atë kohë, nuk e di çfarë ka bërë deputeti Hoti, kam propozuar që në atë kohë incentiv të jashtëzakonshëm shteti duhet t'i japi për çdo makinë, në madhësi të fuqisë që ka, për çdo makinë, sidomos për makinat e lira që bëhen efekt blerës në publik, një incentiv prej 20%-ës. Duhet të krijojë mundësinë edhe të zhdoganimeve pas lekun më të vogël, asiguracione të falura, nuk e di, ka propozuar dhe zoti Hoti, element shumë të mirë, duhet ta pranoj si fakt. Po unë do kisha propozuar incentivin, bonusin e jashtëzakonshëm, parat që do merrin ata që shitin në momentet që dikush që do blej një makinë nga 10.000 deri në 15.000 euro, diçka e tillë, të bënte të mundur edhe realizimin e kësaj. Të fuqive të vogla, jo fuqive të mëdha. Fuqive të mëdha, diçka më pak, ai që ka para le të paguajë më shumë, në mënyrë progresive. Pra, bën sens të jashtëzakonshëm në një moment që edhe merr makinë të re, edhe merr makinë elektrike. Kemi të bëjmë me një propozim koherent dhe të shkëlqyer të deputetit Kliti Hoti. Është për t'ju bërë thirrje socialistave, po ju takon atyre ta marrin këtë iniciativë, jo një deputet i djathtë. Gjithsesi Hoti tregon që ka ndjeshmëri të majta, domethënë mund të jetë një njeri i zhvendosur në aksin e politikës, një e djathtë, po themi afër qendrës, afër edhe si t'ju them tash. Këtu nuk ndahen fort, këtu sillet e majta si e djatha si bolshevike, partia vetë e Kliti Hotit sillet si bolshevike. Problemi qëndron që ky problem dhe kjo risi e jashtëzakonshme që po shkon 200%, shitja e makinave elektrike, 97% thot Hoti, po shkon pra 200%, makinave të reja, është një nga risit, po një nga mrekullit që tashmë nuk është më risi, është bërë zakon, dhe kjo duhet ndihmuar. Duhet ndihmuar dhe duhet ndihmuar në mënyrë koherente, duhet bërë përpjekjet më të mira, më të arsyeshme për të pasur sa më tepër makina elektrike, mundësinë e karikimit, detyrimin për të pasur, mbase masa incentivet e kam thënë, pjesët e karikimit duhen bërë nga shteti edhe detyrim, po edhe si investim. Kudo në për autostrada, se nuk e di aty ku ndalen në karburante. I kam propozuar që atëherë. I kam propozuar dhe kam biseduar për këtë punë. Kliti Hoti bën shumë mirë që e propozon këtë, jashtëzakonisht mirë. Është një detyrim e të majtës, detyrimi socialistave ta përkrajnë dhe ta pasurojnë edhe me idetë e tyre. Po jo ta pengojnë ose a priori të thonë që jo nuk bën edhe ta hedhin kosh plerave. Socialistët duhet tregohen socialistë. Në këtë drejtim duhet tregohen të majtë. Sepse prandaj e marrin në një farë mënyrë edhe mandatin. Nuk duhet sjell kod deri në absurd edhe mbrapashtesa socialistë. Përndryshe ta ndrojnë edhe thonë që nuk jemi socialistë, jemi, nuk e di, nuk ka vend sepse e ka marrë
zoti Doshi social-demokracin, por mund të konsiderohen demokrat majtës, nuk e di, mund të quhen demokrat jo socialist, nëse është e kaq e rëndë. Po ma merr mendje që në Evropë nuk është se është paragjykim, mund të jetë në Amerikë, po jo në Evropë. Mund të konsiderohen socialist, kur veprojnë djathtas, konsiderohen modern. Po nganjëherë duhet me bëhen gjëra majtas. Kush është majtas? Ja, kjo e makinave, për shembull, elektrike, mund të jetë një vlerësim, sepse merret me energjinë, merret me pastërtinë e mjedisit, nga karburantet fosile, merret në përgjithësi. Këto janë ndjeshmërirat të majtës. E ka marrë iniciativën një deputet i djathtë, pa punë e madhe fort. Shumë mirë që e ka marrë. Le ta bashkojnë iniciativën, nxjerrin një ligj i cili i bën shqiptarët me makina elektrike. Ata e kanë tendencën tash. Kësaj tendence shkojnë mbrapa dhe hiqni ca para. Bëni të mundshëm që të shtohen. Ka makina të vogla, caktohen kilovatët nga 15 kW deri në 30 kW makinat, 40 kW kanë këtë bonus. Bëheni këtë gjë. Bëheni lehtësira tjera, parkimi, lehtësira furnizimi me karburant të çmimesh, bëheni këtë gjë. Dakord, të lumt deputeti Hoti. Iniciativë shumë e mirë. Pjesa tjetër është pikërisht Sebastian Everding. Është deputeti gjerman, i cili është i Partisë së Mbrojtjes Kafshëve, dhe që drejtohet në Shqipëri, thotë Shqipëria nuk është përshitje dhe çon problemin e revolucionit flamingove. Dhe trajton problemin se po mbrohen ato flamingot, po mbrohet narta, po mbrohet, dhe njëkohësisht mbrohen nga korrupsioni, trajton si problemin në Parlamentin Evropian. Nuk ka asgjë keqe se i del ky zë në Evropë, duhet të tregohemi pak të zgjuar në këtë drejtim. Dakord, i del për mirë zëri nga protesta. Të mbrosh këtë, të mbrosh atë, për Evropën është ndjeshmëri, e sidomos për të majtën, sepse ky është i majtë. Dhe sulmi Edi Ramës edhe Partisë Socialiste, majorancës nuk është bërë nga e djata, po është bërë nga e majta. Në këtë drejtim rregullohet pak biografia. Problemi është se ai nuk i futet thellë se kush problemi. Se të thuash që a priori po dëmtohen, kur nuk po dëmtohen, se këtu është elementi i një farë mënyre manipulimin. Nuk po dëmtohen flamingot. Edhe deputeti gjerman që ka ardhur këtu e di shumë mirë. Ai resort që po ndërtohet aty nuk ka qëllim të dëmtoj flamingot, përkundërzi. Ai afrohet ke flamingot, siç është në Francë, mbi fjalën në Francën e Jugut. 3-4 prej këtyre resorteve janë afër flamingove, pikërisht për ta mbruajtur, për ta mbajtur. Ka edhe metoda tjera, dhe sigurisht kanë kaluar në 1000 filtra edhe evropian. Nuk është qëllimi ke flamingot. Askërkush nuk do të investojë dhe të largojë flamingot për aty, ai e di. Shpërthimi i zemratës këtu, që kthehet në një demonstrim të tillë, ka arsye tjera. Ka 1000 arsye, po jo flamingot. Flamingot janë aparenca, është mrekullia e kohëve të sot e rrjetet sociale për të mobilizuar njerëzit e ndjeshëm. Por është gënjeshtër e jashtëzakonshme të thuash se nuk është shitje Shqipëria për punë flamingove. Janë i dorë njerëzve aty që dalin protestë që nuk i njohin fare flamingot, as si kanë parë ne. Edhe sigurisht i keq interpretojnë. Deputeti gjerman bën mirë sepse në sytë Evropës dalim një shoqëri e zhvilluar. Por në të vërtetë askërkush nuk ka problem me flamingon, ne jemi edhe më të zhvilluar, sepse askërkush thot prishni flamingot. Flamingot janë dalë, nuk ishin deri në 2015, sepse i kishin gjuajtur se kështu shteti kishte Sali Berisha. I hanin, e kupta, nuk e di se çfarë mund t'i hash flamingove, po këta si linin aty, i gjuanin, i vrisnin, i pisnin, jo vetëm flamingot, por leket çat gjeni përpara. U vu një lloj moratoriumi, u vu një lloj kontrolli, këta kanë vu, tash unë s'du t'i lavdroj, por Partia Socialiste, Edi Rama, vuri një lloj kontrolli që erdhën flamingot. Këtë e dim gjithë tash, nuk është se pastaj ja bëhet me shkelje resorti, as bëhet me shkelje resorti, kjo është çështje e drejtësisë, por nuk ka lidhje me flamingot. Flamingot aty janë dhe askërkush që do me bën resort, nuk do të zhduki. Do bëj resortin, tash duhen zhdukur flamingot. Për flamingot aty ishin u lejuar nga këta, edhe nga ky Sebastiani, gjerman, u lejuar që të prishet një pjesë e zonës flamingove, me raport. Nuk folën. Folën kur doli emri i Kushnerit edhe Ivanka Trump. Këtu tash kemi të bëjmë. Dhe kjo është sulmi që bën e majta. Kemi thënë ma këtë punë.
Pavarësisht kësaj, vetë trajtimi i protestës në mënyrë moderne në Parlamentin Evropian nuk është në humbjen tonë. Kështu që edhe Sebastiani nuk është se ka bërë keq. Sebastiani vetë mund di që nuk është ka ty problemi, po i leverdis nga që është antari edhe njeriu i partisë së mbrojtjes kafshëve. Imagjino si e kanë emrin, sa të ndjeshëm janë, Partia për mbrojtjen e kafshëve. Në gjermanisht nuk di ta them, s'ka gjë që ma nxjerr dot, po kështu është partia, kështu quhet partia e Sebastianit. Kështu që Sebastian, shumë faleminderit për reklamën e mirë që i bën Shqipërisë moderne dhe ndjeshmërive të mëdha që kanë për flamingot. Pavarësisht se kanë hallet të tjera, por edhe flamingot do t'i mbrojmë. Absolutisht. Flamingot asnjëkush nuk duhet lejoj që t'ikin nga narta dhe nga të gjitha ato ligatinat tona dhe kriporet tona. Dakord, miqtë e mi.